Horoskopi ditor e martë 20 maj 2025. Dashi, dita për ju nuk do të ketë shumë surpriza, përqendroni në rutinën e përditshme, ndihmoni prindërit në punët e shtëpisë. Disa ndryshime të kënaqshme do të ndodhin së shpejti dhe do t'i kapërcejnë pritshmëritë tuaja. Demi, gjatë gjithë ditës do të përqendroni në punët e shtëpisë dhe mirëqenien tuaj. Përpara mbrëmjes do të ndiheni disi të lodhur, por kjo do të kalojë shpejt. Edhe pse mund të keni disa konflikte me të afërmit, mos u përpiqni të ndryshoni mënyrën të qenurit, por mundoni të përshtateni. Binjakët, gjatë ditës së sotme nuk duhet të nxitoheni për të mbaruar shpejt e shpejt punët tuaja. Merrni kohën që ju duhet. Do të jeni disi të përgjumur gjatë kësaj dite dhe nuk do të shikoni gjërat me pozitivitet. Në mbrëmje, humori juaj do të ndryshojë në mënyrë dramatike. Gjërat nuk do të duken më të errta, por disa argëtime të momentit do të bëjnë të ndiheni si në ëndër. Gaporja, keni për ta shijuar në maksimum ditën e sotme. Duhet të harroni problemet e të tjerëve dhe të argëtoheni sa të mundni. Mos harroni të pushoni dhe të fitoni disa energji, të cilat do t'ju duhen për të përballuar javën. Në mbrëmje do të jeni të parezistueshëm për disa miq dhe të afërm. Luani, dita e sotme do të jetë ndarë në dy pjesë të njëjta për luanin. Mund të flini në mëngjes, të bëni disa shëtitje të vogla dhe të merreni me disa punë shtëpie. Gjatë gjithë kohës do t'ju shoqërojë ndjenja e paqes dhe harmonisë. Në fund të ditës do të ndjeni nevojën e socializmit dhe krijimit të eksperiencave të reja. Virgjëresha, gjatë gjysmës së parë të ditës do të doni të trajtoheni me delikatesë dhe shumë dashuri. Nuk duhet të harroni se të tjerët kërkojnë të njëjtën gjë nga ju. Në mbrëmje, këshillohet të ndroni atmosferën. Është kohë të mendoni më pak për përfitimet tuaja dhe më shumë për atë që është më kreative dhe sjell të mirën e përbashkët. Peshorja, mund të befasoni nga një surprizë e papritur në fund të ditës. Pa dashur, mund të shkatërroni diçka për të cilën keni kohë që jeni duke punuar. Tregohuni të kujdesshëm. Mund të merrni disa lajme të befasishme dhe disa propozime pune të cilat nuk i prisnit. Akrepi, gjatë pjesës së parë të ditës, engjëlli mbrojtës do të kujdeset për ju. Më pas, ai do të largohet duke u lënë vetëm në përballjen me problemet tuaja. Mbrëmja premton mundësi të reja shumë të mira, por kujdes nga hovi dhe entuziazmi i tepërt. Shigjetari, pjesa e parë e ditës është e bllokuar për ju. Do të mendoni shumë për problemet që keni pasur gjatë javës dhe planet e paralizuara. Në fund të ditës, do të gjallëroheni falëndërimit të ambientit dhe miqve, të cilët nuk kanë për t'ju lënë vetëm. Britsjapi, ju do të drejtoni me shumë vendosmëri planet që keni menduar për të realizuar gjatë ditës së sotme. Duhet i pranoni gjërat ashtu siç janë dhe jo të mundoheni që ato t'ju përshtaten ju. Mos kërkoni ndryshime të sjelljes së partnerit, pasi kjo do të jetë fatale për marrëdhënien tuaj. Ujori, do të keni shumë ide interesante për në mbrëmje dhe nuk do t'ju interesojnë pjesët e tjera të ditës, por planet tuaja mund të mos shkojnë ashtu siç i keni menduar. Mundoni të shoqëroheni me të gjithë dhe mos i lini pas dore të afërmit tuaj. Peshqit, dita e sotme do të nisë qetë dhe paqësore për peshqit, pikërisht ashtu si ju e ndërronit. Atmosfera e mëngjesit do të jetë aq harmonike saqë ju nuk do të doni të mbaronte kurrë. Në mbrëmje, yjet kanë planifikuar orë të gjata aktiviteti.